Me kapitenin e ekipit kombëtar të futbollit për vajza Megi Doçi, më njëherë pas fitores së Shqipëri, Malizi 5-2, urime Megi. Faleminderit, ishte një njëshe e rëndësishme për ne, patjetër edhe një njëshe e luftuar. Ndoshta nuk e nisëm mbar, pse ekipi kundërshtar shënoi, por me kalimin e minutave besoj se ekipi mori vetëm, doli në lojën e saj edhe u shënuan shumë gola, më vjen mirë që shënuan dhe vajzat tjera dhe më vjen mirë që ekipi fitoi. Si gjithmonë Megi Doçi fantastike edhe sot me 2 golësh që i dha rezultatin dhe kurajën e ekipit. Do kisha shumë dëshirë, kisha shënuar 3 gola sot, sepse realisht i meritoja, por vjen mirë që dhasha edhe për shoqet e tjera dhe i shërbeva ekipit për fitu. Kështu që përgëzoj gjitha vajzat për lojën që bën, për mundin që kena bë, sepse realisht gjithashtu dhe stafin me krye Armir Grimën për punën e jashtëzakonshme, për mbështetjen e jashtëzakonshme, edhe shpresoj të vazhdojmë kështu me fitore. Ky rezultat ishte edhe mbyllja dinjitoze në eliminatore duke marrë rezultatin më të mirë, duke realizuar dhe objektivin. Po besoj kemi zhvillu neshe shumë të mira, pavarësisht ndoshta edhe humbjeve që kemi pësu për disa problema për një tjetër, po jemi menu që nga neshe të rregullojmë ato gabimet tona dhe më vjen mirë që i mbyllëm këtë kualifikuese me fitore, ku kam mirë shpresojmë vazhdim, punojmë edhe më tepër edhe shpresoj vinë edhe vajza të reja dhe do të jeni me ty ftesë dhe një shtys për më tepër për don edhe më shumë fushë. Duket se Loro Boriçi është me fat për ju, shënoni vazhdimisht. Patjetër është një fushë që e njoh prej viteve, ndjej gjithmonë kënaqësi kur luajnë Loro Boriçi, është një fushë që kam shënuar në Champions, kam shënuar me ekipin kombëtar, edhe shpresoj të vazhdoj të shënoj. Këtu nuk duhet lë pa përmend edhe tifozët e mrekullueshëm shkodran, do kisha dëshirë shumë që të ishin edhe më tepër në shkallë të stadiumit, për gjithë ata që ishin, falenderoj shumë për mbështetjen. Ky 2 golësh por edhe ato që keni shënuar gjatë gjithë këtij sezoni kanë ndonjë dedikim të veçantë, sidomos që do të jetë sotme. Patjetër për familjen time që janë gjithmonë aty duke më mbështetur, jam gjithmonë larg këtyre, edhe shpërblet ajo muni dirë sa sakrificat që bëjmë gjatë gjithë kohës larg familjes, edhe shkon për familjen time, patjetër dhe për shoqet e ekipin, për stafin, që të ata që të menaxherit, ekip menaxher deri te trajneri. Me sa pam po ju presin familja pas dyrave të Loro Boriçit, ndoqën me shumë emocion. Ka kohë që nuk shkojmë shtëpi, kështu që dhe ne e rëndësishme është që i marrim pushimet me një fitore. Dhe më njëherë nga ekipi kombëtar shumë shpejt vinë ballafaqimet evropiane te Megi Doçi, tash shpesh si kapiten e Vllaznisë. Do të nisë rrugtimin evropian me Vllazninë. Po, objektivi i Vllaznisë besoj dihet gjithmonë, sidomos në Kupat e Evropës, do presim shortin një herë. Kush ekipe na bien dhe pastaj do shohim, sepse do kemi nevojë për të marrë edhe lojtarë të tjerë nga jashtë dhe objektivat e ekipit do shfaqen kur shfaqen edhe kundërshtarët. Urime Doçi, faleminderit. Faleminderit juve.